Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën një ofenziv të drejt për drejt ushtarake kundër Iranit, duke bombarduar 3 nga objektet më të rëndësishme bërthamore. Operacioni ka nisur në orët e hershme të mëngjesit të sotëm dhe ka përfunduar para pak orësh, e ku janë përdorur bombardues të avancuar amerikan B-2, të cilët kanë hedhur bomba të dizajnuara për të depërtuar në strukturat nëntoksore. Shtetet e Bashkuara godetën disa nga objektet kryesore bërthamore të Iranit të dielën herët, duke përfshirë Fordo, Natanz dhe Isfahan. Gjatë një fjalimi në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se bazat ishin shkatruar plotësisht dhe paralajmëroi se SBA-t mund të sulmonin objektiva të tjera nëse Irani nuk bën paqe. Bombarduesit amerikan B-2 u përdorën në sulme me burime që thanë se u përdor gjithashtu një bombë shkatruese bunkerësh prej 13.600 kg. Është rasti i parë i njohur i përdorimit të bombës në mënyrë operacionale. Aeroplani bombardues B-2 është një nga platformat më të përparuara të armëve strategjike të Amerikës, i aftë të depërtojë në mbrojtjet ajrore të sofistikuara dhe të kryej sulme precize kundër objektivave të forta, siç është rrjeti nëntoksor i programit bërthamor të Iranit. Kapaciteti i ngarkesës së tij prej më shumë se 18.000 kg i lejon aeroplanit të mbajë një gamë të larmishme armësh konvencionale dhe bërthamore, ndërsa raportohet se 6 bomba shpërthyese bunkerësh u përdorën në Fordo të Iranit. Por zyrtarët iranian po e minimizojnë ndikimin e sulmeve, ku në përgjigje ministri i jashtëm paralajmëron për pasojat të sulmeve, ndërsa një ligjvënës tha se ato ishin sipërfaqësore dhe nuk dëmtuan seriozisht Fordo. Udhëheqësit iranian kanë kërkuar një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa ende nuk ka pasur një përgjigje zyrtare nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei. Konflikti Iran-Izrael ka hyrë në javën e tij të dytë me të dyja palët që ende shkëmbejnë sulme. Pas sulmeve amerikane, ushtria izraelite njoftoi se Irani lëshoi një valë të re raketash drejt vendit. Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se 86 persona u plagosën të dielën në mëngjes, shumica e tyre lehtë. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në pjesën më të madhe të vendit, duke dërguar miliona njerëz në dhoma të sigurta dhe strehimore kundër bombave, ndërsa shpërthimet u dëgjuan dhe interceptimet e raketave u pan mbi Jerusalem dhe në pjesë tjera të vendit. Pas bombardimeve amerikane mbi 3 centralet bërthamore të Iranit, presidenti amerikan Donald Trump nga shtëpia e bardhë mbajti një fjalim drejtuar kombit. Trump tha se për Iranin ose do të ketë paqe ose tragjedi. E presidenti i Izraelit, duke quajtur sulmin amerikan kundër Iranit si historik, thanë se fjalët e Trumpit tregojnë aleancën e thellë dhe të guximshme midis SBA-s dhe Izraelit. Për bombardimin e Iranit nga SBA reaguan edhe drejtues të vendeve të tjera. Pas sulmeve amerikane në Iran ndaj centraleve të programit bërthamor, presidenti Donald Trump, i shoqëruar nga zyrtarët më të lartë të vendit, doli në një konferencë për media. Tonight I can report to the world. Sonte mund t'i raportoj botës se sulmet ishin një sukses spektakular ushtarak. Objektet kryesore të pasurimit bërthamor të Iranit janë shkatruar plotësisht, ndërsa Irani, dhunuesi i lindjes së mesme, tani duhet të bëjë paqe. Nëse nuk e bëjnë këtë, sulmet e ardhshme do të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të lehta për të kryer, ka thënë presidenti Trump. Ai ka shtuar se për 40 vjet Irani ka thënë vdekje Amerikës, vdekje Izraelit, ne humbëm binjami njerëz, por edhe qindra mijëra të tjerë në të gjithë lindjen e mesme dhe në të gjithë botën kanë vdekur si rezultati drejt për drejt i urrejtjes së tyre, në veçanti shumë u vran nga generali i tyre, Qasem Sulejmani, ka deklaruar Trump, duke shtuar se vendosi shumë kohë më parë se nuk do ta lejonte që kjo të ndodhte. Ndërkohë shumë reagime kanë ardhur pas fjalimet të presidentit Trump. Presidenti izraelit ka deklaruar se programi bërthamor i Iranit u godet në mënyrë të konsiderueshme, por se detajet e plota ende nuk janë zbuluar. Kurse ministri i jashtëm i Iranit paralajmëroi për pasoja të rënda pas sulmeve. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë veprime për të zbutur kërcënimin e madh të programit bërthamor të Iranit.
Iranit nuk duhet të lejohet të zhvillojë një armë bërthamore pasi kjo do të përbante një kërcënim për sigurinë ndërkombëtare, i bëj thirrje të gjitha palëve të tërhiqen të kthehen në tryezën e negociatave dhe të parandalojnë për shkallëzimin e mëtejshëm, ka shkruar në një reagim shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe mbikëqyrësi bërthamori OKB-s kanë lëshuar një deklaratë ku thuhet se nuk ka pasur asnjë rritje të niveleve të rrezatimit jashtë vendit. Ndërsa ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se Trump, i cili erdhi si president paqebërës, nisi një luftë të re për Shtetet e Bashkuara. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se është thellësisht i alarmuar nga përdorimi i forcës nga Shtetet e Bashkuara kundër Iranit sot. Ky është një përshkallëzim i rrezikshëm në një rajon që tashmë është në prag të trazirave dhe një kërcënim i drejt për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Korpusi Islamik i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se përgjigjja ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara mbi objektet bërthamore iraniane do të shkaktojë pendesë të thellë. Siç raporton CNN, kjo gardë ka deklaruar se veprimi i sotëm amerikan të cilin e cilësoi terrorist ja ka dhënë Republikës Islamike të Iranit të drejtën legjitime për të vepruar në vetëmbrojtje, duke përfshirë opsione që shkojnë përtej llogaritjeve deluzionale të koalicionit agresor. Ndërkohë autoritetet federale dhe udhëheqësit në disa qytete dhe shtete të mëdha të SHBA-s porrisin masat e sigurisë. Sekretarja e Departamentit të Sigurisë Kombëtare Kristi Noem tha se ata janë duke punuar pa pushim për ta mbrojtur atë dheun amerikan. Sekretari i mbrojtjes i SHBA-s Pete Hegseth, duke folur në konferencë për shtyp në Pentagon, deklaroi se çdo hakmarrje nga Irani do të përballet me forcë. Irani ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mblidhet urgjentisht për t'i dënuar sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara mbi 3 centralet e tij bërthamore. Kërkesa u bë publike përmes një letre të ambasadorit iranian në OKB. Në letër, ambasadori iranian e cilëson operacionin ushtarak të SHBA-s një kërcënim serioz ndaj paqes dhe sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, duke akuzuar Washingtonin për shkelje flagrante të kartës së OKB-s dhe të traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore. Çmimet globale të naftës pritet të rriten kur tregjet e energjisë të fillojnë tregtimin të hënën në mëngjes në Azi. Duke u mbështetur në deklarimet e ekspertëve të ekonomisë, BBC raporton se sulmet të SHBA-s kanë çuar konfliktin në një nivel të ri dhe shumë njerëz kanë frikë se kjo vetëm sa do ta përkeqësojë një situatë edhe ashtu të keqe. Madje kjo frikë do të reflektohet në një kost më të lartë gjeopolitike, duke shtuar edhe çmimet e naftës. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti, duke reaguar lidhur me sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, deklaroi se siguria ndërkombëtare ka nevojë për më pak armatim nuklear dhe jo më shumë bomba bërthamore që vënë në rrezik gjithë njerëzimin. Ai tha se posedimi i këtyre armëve bëhet posaçërisht alarmues dhe i rrezikshëm kur shtetet autoritare zhvillojnë programe për pajisje me armatim nuklear. Kurti theksoi se Republika e Kosovës përkrah qëndrimin e SHBA-s dhe të Bashkimit Evropian rreth programit të Iranit për t'u pajisur me armë nukleare, duke shtuar mes tjerësh se SHBA është aleati kryesor i Kosovës, partneri i pazëvendësueshëm dhe miku special. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish nesër në seancën e 36 me radhë në përpjekje për të konstituuar legjislaturën L9. Kjo pasi dje për herë të 35 dështoi konstituimi i Kuvendit, seancë kjo që ka zgjatur pak më shumë se 2 minuta. Deputetët nuk arritën ta votojnë komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Nga 94 deputetë që ishin në sallë, vetëm 51 votuan pro formimit të këtij komisioni, ndërsa 1 ishte kundër. Në burgun e Dubravës u kryen ngërmime 2 ditore në 3 pika të dyshuara për mbetje mortore, por nuk u gjet asnjë dëshmi. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore, Ditor Haliti, tha për RTK-n se ky lokacion tash konsiderohet i mbyllur.
Ishte Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë që kishte urdhëruar të kryen ngërmime në 3 pika të dyshimta brenda oborrit të burgut të Dubravës, bazuar në dëshminë e një personi që ka pretenduar se aty mund të ndodhen mbetje mortore të një personi të zhdukur. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.